Mirëmbrëma të gjithëve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozon në Vision Plus. Fillimisht shohim disa nga zhvillimet kryesore ekonomike gjatë kësaj jave. Gjatë kësaj jave, Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 83 vota pro projekt ligjin e buxhetit të shtetit për vitin 2026 së bashku me paketën fiskale që e shoqëron atë, e cila parashikon 8 ndryshime ligjesh pra për vitin e ardhshëm. Ndërkohë buxheti ka shifrën e 8.9 miliard eurove. Fondi Monetar Ndërkombëtar në një deklaratë për shtyp të publikuar gjatë kësaj jave ka shfaqur rezerva si për paqen fiskale, nismën e qeverisë, por edhe për nismën tjetër, atë të krijimit të një banke zhvillimi që pritet të gjejë zbatim në vitin e ardhshëm 2026. Ndërkohë Banka Botërore në një raport të fundit evidenton se me politikat aktuale që zbatohen në vendin tonë, Shqipërisë do të duhen gati 20 vite për të arritur gjysmën e të ardhurave mesatare për frymë të Europës që arrin në 21.000 euro. Ndërkohë, nga viti i ardhshëm, një nga ndryshimet që sjell paketa fiskale është se të gjitha bizneset janë të detyruara që përveç pagesës kesh të kenë edhe një alternativë tjetër pagese elektronike që do të mundësohet nëpërmjet një aparature që njihet me emrin POS. Ndërkohë, në emisionin e sotëm do të ndalemi ke një nga ndryshimet thelbësore që do të ndodhin në vitin e ardhshëm dhe që është pjesë e paketës fiskale pra dhe që është paqja fiskale. Në total janë 8 projekt ligje që parashikon paketa fiskale, por kjo ndër më të rëndësishmit është konkretisht pra paqja fiskale. Por çfarë është kjo nisëm? Në total parashikohet se janë 202.000 biznese debitore që nuk kanë paguar detyrimet nga vitin 90 deri në vitin 2024, duke krijuar një borxh prej 160 miliard lekësh, ndërkohë ky borxh ka arritur në 100 miliard lekë deri në vitin 2014, ku parashikohet të fshihen të tëra detyrimet të tilla. Nga ky detyrim 60% është principal, ndërsa 40% janë gjoba dhe kamat vonesa. Por si do të përfitohet nga paqja fiskale? Kush janë format e mënyrës së përfitimit? Do të ketë një fshirje të plotë të gjithë detyrimeve të papaguara më të vjetra se 10 vite. Ndërkohë, për borxhet më të fundit, pra në 10 vjeçarin e fundit, do të ketë fshirje të detyrimeve, por me kusht për të paguar një pjesë të këtij detyrimi, duke bërë pra që të fshihen më pas gjobat dhe kamat vonesat. Por kush do të përfitojë dhe kush do të përjashtohet nga paqja fiskale? Do të përjashtohet nga paqja fiskale të gjitha bizneset që kanë një vendim gjykate të formës së prerë, të gjithë bizneset që janë në ndjekje penale dhe të gjithë bizneset që janë në proces gjyqësor nuk do të përfitojnë nga ky projekt i qeverisë. Por çfarë do të falet konkretisht? Cilat janë llojet e taksave? Do të falet çdo detyrim i papaguar nga tatimet dhe doganat dhe nuk do të falen sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe taksat lokale. Por kjo ishte shtylla e parë e paqes fiskale, ndërkohë që nisma e qeverisë parashikon edhe një marrëveshje që administrata tatimore apo subjektet mund të hyjnë me administratën tatimore, dhe kjo është për të dakorcuar tatim fitimin, por edhe për të ripar pasqyrat financiare të 10 viteve të fundit, pra me një normë tatimi 5%. Qeveria thotë se ky është shansi i fundit që do të jepet biznesit, por në fakt kush është morali dhe mesazhi që përcjell një nisëm e tillë? Apo favorizohen borxhlinë dhe po favorizohen ata që kanë abuzuar ndër vite? Për të gjitha këto, na ndiqni në emisionin e sotëm, pasi do të sqarojmë dhe do t'japim më shumë detaje për paqen fiskale që pritet të miratohet nga Kuvendi nen për nen për të gjetur zbatim në vitin 2026. Mirë, në këtë pjesë të parë ne do të kuptojmë pak më shumë lidhur me efektet që pritet të ketë në treg projekti i paqes fiskale, tashmë i miratuar në parim nga Kuvendi, por që pritet të miratohet edhe nen për nen gjatë muajit dhjetor në Kuvendin e Shqipërisë për t'i vënë pra dhe vulën përfundimtare zbatimit të tij nga janari vitit 2026. Dhe në këtë pjesë të parë të emisionit do të analizojmë me të ftuarin tim që është audituesi dhe eksperti pra kontabël, zoti Armand Hasko. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Ekozon. Faleminderit për ftesën. Armand, në fakt ne kemi folur ndër vite për projekte të ngjashme. Kemi folur për amnisti, kemi folur për falje të pjesshme që kanë ndodhur ndër vite për detyrime tatimore apo doganore. Tashmë kemi një emër të ri, të emërtuar pra paqe fiskale, të miratuar në parim nga Kuvendi i Shqipërisë. Një koment të parë për këtë projekt të qeverisë, i cili tashmë ka formë të plotë?
Si pas mendimit tim, ndryshimi i emrit tani është gjetur një emër më i bukur, paqja fiskale, por në thelb është një amnisti fiskale. Do të thonë detyrimet që bizneset nuk kanë paguar, do të falen me këtë ligj që do ta ketë emrin paqja fiskale. Po qeveria këmbgul dhe Ministri i Financave teksa mbronte këtë projekt ligj dhe teksa e prezantonte për këtë projekt ligj në kuvend thoshte ne nuk do amnistojmë asnjë biznes që ka një vendim të formës së prerë nga gjykata, ai që është në proces ankimimi apo në proces gjyqësor, apo edhe ai që është në ndjekje penale. Në fakt, kjo e përjashton ose kjo e hedh poshtë atë emërtimin amnisti? Ministri i tha këto veprime, por në totalin e shumës që është i borxhit, sa përqindje janë këto biznese që kanë vendim të formës së prerë, apo që kanë, se përgjithsisht në gjykat vete biznesi dhe jo tatim paguesi. Vete biznesi për të, se mendojnë që ka të drejtë, dhe jo administrata. Administrata thjesht është mjaftuar me bllokim llogarish, do të thënë pasi ka vënë detyrime me bllokim llogarish. Do të thënë subjektet që vjen në gjykat janë përgjithsisht që vete biznesi për të marrë një të drejtë, për të hequr një detyrim. Dhe ai biznesi vete për të hequr detyrim, nëse përfiton nga falja, se ministri tha dhe që kushtet rriqen nga gjykimi, nuk ka nevojë, do përfitojnë nga falja. Do thënë, të vetme që nuk do përfitojnë janë ata që janë në ndjekje penale, që do përjashtohen, ose ato që kanë mbyllur procesin gjyqësor, që kanë vendim të formës prerë. Pra, thënë këtë që sa po përmendët ju, do të thotë që ky projekt është mirëfilltazi amnisti? Patjetër që amnisti, falje detyrimesh janë ato. Amnisti, paqja fiskale është një term që e kem dëgjuar vetëm kësaj here, nuk e kem dëgjuar më përpara. E kuptoj. Armand, në gjykimin tënd, si një njerëz që merresh me shifrat dhe merresh me bilancet e bizneseve dhe pasqyrat financiare, sa e shëndetshme e shikoni një nisëm të tillë nëse gjen miratimin final pra edhe nga kuvendi? Me rregullat fiskale që janë në shoqëri, i bie që janë ligjet fiskale, i bie që të gjithë administratat tatimore nuk të lë, po kalove 60 ditë të bllokon punën, të bllokon lekët. I bie që të gjitha këto borxhe janë në kompani që janë, si të thua, të vdekura, po themi, në mënyrë ekonomike. Shumica këtyre janë pasiv. Janë pasive, status pasiv. Me status pasiv. Nuk është se do të çliroj një biznes që ne kur themi ndikmojmë një biznes që është aktiv, jo një biznes që është pasiv. Këto janë më shumë për të pastruar regjistrat kontabël të tatimeve dhe një pjesë e vogël do jenë në ndikim në çlirimin e biznesit. Në fakt, të dhënat rezultojnë që flitet se deri në vitin 2014 janë gati rreth 1 miliard euro detyrime të akumuluara. Nga vitet 90 deri në 2014, që janë pra më shumë se 10 vjet të vjetra, që ligji konkret i fshirjes të këtyre detyrimeve parashikon pra që do t'i fshijë dhe do t'i shuaj tërësisht. Në fakt, nga çfarë është shkruar në ligj, si do bëhet konkretisht? Do të shkoj biznesi, do aplikoj, do t'i bëj administrata tatimore apo doganore, do t'i fshi vetë këto shifra, ndërsa pala tjetër ose pjesa tjetër në bazë vitit nga 2015 e mbrapa do ketë një lloj falje të pjesshme në varësi të pagesave. Sipas projekt ligji që kemi lexuar është që mbi 10 vjet do të fshi administrata tatimore në mënyrë direkte. Automatike. Sepse biznesi mund të ketë ikur, është ka kaluar në status pasiv, nuk ka me asnjë interes, kanë ikur jashtë vendit, dhe do t'i bëjnë në mënyrë automatike. Kurse pjesa që është nga 10 deri në 5 vite do ketë mundësinë që do t'i lihet me afat periudhe, do të thënë për 6 muaj, që të ketë mundësi të paguaj 50% të detyrimit, dhe pastaj duke paguar 50% të detyrimit, me kërkesën do të fshihet 50% tjetër dhe kamat vonesat dhe gjobat. Pra kush janë më të vjetra se 10 vite detyrime do të fshihen automatikisht. Gjithë pjesa tjetër do të ketë një, si të thuash, do të trokasin administratën tatimore për të përfituar nga ky projekt. Sipas procedurave që besoj do të bëhen të qarta në ditët Pas të miratohet ligji dhe udhëzimi nga ministria si do jetë procedura. Qeveria thotë dhe Ministria e Financave thotë që do përfitojnë të gjithë ata që kanë borxhe të papaguara, pra siç e tham, edhe para 2014-s, por edhe deri në 2024. Në fakt,
kush do të jenë përfituesit e vërtet? Se ju sa po thatë dhe sa po përmendëm që pjesë e madhe e tyre janë pasiv. Kush do të jenë përfituesit e vërtet? Biznesi i vogël? Jo, sepse kushti është 14 milionë sipër. Pra biznesi i madh, a ka nevojë për një transparencë pak më të madhe dhe zoti Hasko kjo listë subjekte është përfituese? Po të shikojmë numrin e listës subjekte është 202.000 dhe thuhet se kur janë jashtëzakonisht pafund biznese. Po të hyjmë realisht në ndërkohë me 2 milion popull, i thonë 10% e popullsisë ka bërë një biznes. Mund të jetë i njëjti emër ose i njëjti aksioner, mund të ketë 5 firma apo 10 firma. Do të thënë duhet parë edhe në emra konkret ose besoj që shumën më të madhe, 60 apo 70% mund të ketë një numër shumë i vogël kompani që mund të jenë diku te 500 kompani, jo më shumë. 500 kompani, mendohet, po 500 kompani mund të jenë ato që do jenë përfituesit më të mëdha. Po, përfituesit më të këtij projekti që do pastrojnë. Kurse pastaj do jenë përfituesit e vegjël që do kenë më shumë jo të mëdha, për shembull, se ne të gjithë biznesi vogël që ka pasur, po themi një bar kafe, pasi nuk ju ka hetur, e kanë mbyllur, po themi dyqanin dhe kanë lënë pasi pa bërë aplikimin për pezullim, po themi, dhe ajo ka kaluar në statusin pasiv, pasi ka kaluar 12 muaj. Dhe pikërisht këto gjoba apo detyrime janë, do thënë, në vlera të vogla, apo që normalisht do të ndikmojnë që ati person të pastrohet historiku apo detyrimet. Zoti Hasko, nëse unë kam një biznes edhe bën vaki që vonoj njëherë pagesën e detyrimeve, apo nuk paguaj një muaj resht, apo 2 muaj resht, ne e dim shumë mirë se çfarë na ndodh. Njofton administrata tatimore fillimisht njëherë nëpërmjet portalit, pastaj ndoshta me letër fizike, pastaj me bllokim llogarishe dhe deri pastaj të vinë në ambientet fizike. Fakti që kemi kaq shumë, një numër kaq të lartë biznesesh që do të jenë përfituese pra që nuk kanë paguar pra borxhlin të këqij. Çfarë tregon kjo? Administrata tatimore ka qenë e paaftë për të mbledhur këtë detyrim, janë favorizuar dhe me të drejtë sot mund të dalim dot në konkluzionin që kompanitë përfituese do të jenë kompani të cilat mund të kenë qenë të favorizuara ndër vite? Ne e dimë realitetin shqiptar. Pa tjetër që mungesa e mos arkëtimit të këtyre legëve që është dhe paaftësi e administratës tatimore, sepse ligji ka të gjitha instrumentat ligjore që ti mund t'i mbledhësh të ardhura. Do thënë administrata tatimore vitet e fundit ç'është e vërteta e ka rregulluar këtë afatin, se më përpara dhe i lejonte edhe për një kohë më të gjatë mos pagesën, kurse tani në vitet e fundit po kaloi afati 30 ditë vjen njoftimi i parë, mbajtja e afatit ligjor dhe në 60 ditë kalon direkte në bllokim llogarish. Dhe gjithë ky stok, gjithë kjo vlerë që është akumuluar tregon edhe një paaftësi të administratës tatimore dhe mos funksionimin e hallkave të tjera, sepse në ligj është që administrata tatimore mund të çojë, ka të drejtë të çojë edhe në falimentimin e një biznesi dhe sekuestron e pasurive të saj. Që deri më sot administrata tatimore me dijen timin nuk kemi dëgjuar të ketë çuar kompaninë në falimentim dhe marrjen e administrimit për të rikuperuar. Është mjaftuar vetëm me bllokim llogarish apo bllokim asetesh. Zoti Hasko, po pse në gjykimin tuaj qeveria insiston kaq shumë për të bërë një amnisti apo paqe fiskale, kur institucionet ndërkombëtare e kundërshtojnë me forcë? Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë këtyre ditëve që ishte emisioni në Shqipëri shfaqe rezerva për këtë projekt. Bashkimi Evropian, kur ka qenë projekti konkret i amnistisë fiskale, ka vënë veton dhe e ka refuzuar një projekt të tillë, ndonse për këtë të paqes fiskale ende nuk ka një artikulim publik flas deri më tani. Pse insiston kaq fort qeveria për të realizuar dhe për të miratuar një nisëm të tillë? Po, një nisëm e tillë kur të bëhen raportet për ecurinë e qeverisë dhe në mbledhjen e të ardhurave, duke mos treguar më borxhe, duke u fshirë nga regjistrat kontabël, do tregojë sikur çdo funksion ka ecur në normat, ka ecur në rregull, domethënë është edhe një përveç se për të mbuluar ose për të pastruar një historik të vjetër, do të tregojë që edhe nga ana funksionon. A është paqja fiskale një mënyrë për të mbledhur ca para më shumë? Është edhe një mënyrë për të bërë tentativën që se kush subjekt është pasiv me vite nuk ka ndërmend të paguajë. Edhe po të jetë brenda 5 vjeçarit. Ata që do paguajnë, sipas mendimit tim, do jenë këta që kanë borxhe 5 vjeçarin e fundit, që do jenë të prirur të paguajnë, do jenë detyrim që duan të pastrohen.
Kurse pjesa tjetër mendoj që do jetë më shumë pastrimi historiku të vjetër, se sa një ndikmes për... Po, pse në këto nismat e qeverisë për të falur detyrimet nuk përfshihen asnjëherë detyrimet lokale? Është një arres, është një e qëllimt, si e shikoni, si e vlerësoni? Do është është dhe pamundësia për të marrë informacion në kohë reale se sa janë detyrimet e biznesin ndaj bashkive. Dhe thënë duke qenë se si administron vetë, i administrojnë bashkit edhe çdo bashki ka mënyrën e saj dhe nuk e ka parë të arsyeshme. Po, zoti Hasko, kush është morali i një amnistie fiskale apo i një paqeje fiskale? Kush është mesazhi që përcillet me nisma të tilla? Historiku në Shqipëri ka treguar që në vitet më përpara bë një falje ose amnisti fiskale çdo 4 vite që përkon ose 5 vite, po themi përkonte pak a shumë e zgjedhje. Që nga ndryshimi i qeverive nga 2013 nuk është bërë më një amnisti, është tentuar të bëhet në 2019, nuk u ndalua nga FMN-a, pikërisht që të edukohet tatim paguesi, që çdo detyrim që ti ke shtetit, ti një ditë do t'i paguash. Në që se veme me idenë që do falen një ditë dhe tatim paguesi është i prirur që t'i shmange. Pra, po i çmësojmë bizneset dhe tatim paguesit që të mos janë korrekt? Po patjetër, do të thënë njerëzit do të nga eksperienca ime, në vitet e para pristin të bëj 5 vjeçare, si të thuash, të vitet 2018-2019 do bëhet një falje. Nuk u bë dhe u bën me idenë që janë mësuar dhe tani që nuk ka falje, detyrimet duhet të paguar. Pra po i mësojmë keq për tatim paguesit, po përcjelli mesazh negativ në treg. Nuk është mesazh pozitiv falje, sepse ne duhet ta edukojmë tatim paguesit që duhet të paguajë të gjitha detyrimet në kohë reale. Kjo ishte një fshirja e detyrimeve, ishte një nga shtyllat e para të paqes fiskale. Shtyllat e dytë është rishikimi dhe dakordësia e tatim fitimit, pra për çdo fitim shtesë që do të deklarohet, do të ketë një normë tatimi 5% dhe do të kemi edhe një rishikim të pasqyrave financiare, po me një normë tatimi 5% të 10 viteve të fundit. Sa besoni që biznesi është interesuar për këto dy shtyllat e dyta? Se për të parën, okej, kush nuk do që t'i fshihen detyrimet? Unë them që kjo e dyta është pak më mund të ketë edhe fshehje më të mëdha ose legalizim parash. Për shembull, një biznes mund të ketë bërë ata që kanë punuar, po themi, me biznese jo të rregullta ose kanë sjell lek nga jashtë vendit në mënyrë jo të fiktive, të gjithë kanë hapur nga një biznes edhe nga një nip. Ai sot e ka mundësi që t'i legalizojë parat dhe t'i thotë që nuk kanë fituar. Nuk kanë fituar 100 lek, po kanë fituar 150 dhe 50 kanë fituar 200 lek, i thotë ai, do të ti jep mundësi të futi lekë dhe më paguaj 5%. Ju thoni që nga 3 shtyllat apo nga 2 shtyllat konkrete të paqes fiskale, kjo është edhe më problematike, sepse këtu mund të thithen para që mund të vinë nga burime jo të konfirmuara jo legale. Sepse ti jep mundësi aty ndrysho pasqyrën financiare dhe futi lekët. Si ti futesh, do të thënë ti ke bërë evazion fiskal, se kështu i bjerë, në qoftë se unë të rideklaroj bilancet, do rrisë të ardhura, të bjerë që unë s'kam deklaruar të ardhura në kohën time. Kam bërë evazion fiskal, ti më thua tani që me që ke bërë evazion fiskal ose i ke futur lekët në mënyrë të ashtu, hajde rideklaroj tani dhe bëj legale. Okej, por kjo është të bësh një ligj të qëllimshëm, se qeveria thot nuk do legalizoj asnjë nga burimet të tilla parash, po se kush do ta verifikoj këtë? Atë se di. Kjo është, do të thënë, një mendim, do të thënë. Betet me pikpyetje, pra këto janë rezervat që gjithë institucionet ndërkombëtare flasin gjithmonë që një nisëm e tillë të mos gjejë zbatim. Ne do presim fakte, do shohim se si do të jetë ecuria deri në miratimin final të paketës fiskale dhe konkretisht të ligjit të paqes fiskale, por për të ndalur shumë shkurtimisht edhe në një dy tregues të tjerë dhe dy projekt ligjit të tjera, nga viti i ardhshëm do të kemi pagesat biznes me biznes në para kesh në dorë do të ulet niveli nga 150 në 100.000, por do të kemi edhe pagesat në kesh mes një biznesi dhe konsumatori deri në 500.000 lekë. Pra kush do të blej nga viti i ardhshëm për shembull një makinë që kushton mbi 500.000 lekë, nuk mund ta bëj më atë me para kesh në dorë, por do ta bëj nëpërmjet bankës. Nisma të tilla në fakt që qeveria ose kryeministri ka thënë po shkojmë drejt ekonomisë cashless. Sa mendoni se do të gjejë një zbatim konkret edhe çfarë presim? Sa i shihni pozitive? Si biznesi duhet marrë nga një POS, çdo biznes duhet ketë një pagesë alternative? Kjo shumë biznes to biznes nga 150.000 në 100.000 lekë
më duket që do gjej praktik me kollajshme për të zbatuar, sepse janë transaksione më të shpeshta, apo dhe do uli, nuk është do një vlerë e madhe, do nga 150 vajtë në 100. Pjesa tek individet, që u kufizua dhe transaksione ndërmjet individve deri sot i beshin me kesh, nuk besoj se kanë qenë qarku shumë individet. Dhe një individ kur me një makinë, po themi tip luksoze në vlerat e konsiderueshme, e kanë dhe firma që ashtet përgjithsisht i kanë bërë me bankë. Do është kjo më të... është një masë që nëzitë si do qoftë. Kurse pjesa që në them do hasi më shumë vështirësi ose që është me tepruar është vendosja me detyrime POS-it. Pse? Po sepse mund të thua... Ka kosto? Ka kosto për biznesin, bankat mbajnë 2-3% të xhiro, komision. Ka bizneset e vogla që do jenë për qytete apo në fshatrat që ka internet, ajo s'punon pa... duhet të rritë paguaj e përdor, dita përdoris. Ne kemi ende që punojnë një brezin e prindërve tanë që janë të me teknologji nuk janë ende të updetuar. Kjo them që do jetë nga nisma që do qaloj, ose nuk të gjithë patim të gjerë. Maksimumi mund të gjej në zona urbane ose në kryeqytet? Në zonat urbane pa tjetër që do gjej, duke që se është rritur të turizmi dhe shumë të huajt duan të paguaj me karta dhe ndoshta dhe qeveria nda është prirur që ti bëj presion. Puna është mirë ta detyrosh, por jo dhe ta penalizosh biznesin e vure apo se vure POS-in, të jenë masa, do të thënë... Besoj kjo vendosja së POS-it edhe rritja e pagës minimale, besoj do t'jenë dy pjesët që do të rëndojnë pak më shumë buxhetet e biznesit në vitin ardhshëm? Se ndryshimet të tjera fiskale që kanë kosto? Paga minimale le të rritje, sepse ne dim realitetin që nuk është se pagat janë ata nivel, po ndoshta do të kenë ndikim në rrethinat e Shqipërisë ose në zona rurale që nuk ka paga realja, nuk vete në këto nivele, sepse ka papunësi ose ka aq pak punë, ato do t'i rëndojë. Po është më mirë që qeveria të punojnë në fushën për të ulur evazionin, sepse dhe pagat dhe në moment që një biznes i deklaron të gjitha të ardhurat reale, është interesuar që dhe pagat mos i japi gjysmë në dorë, një pjesë në dorë dhe një pjesë në... E kuptoj. Zoti Askund, falenderoj që ndave me mua këto opinione. Falenderoj për shtet. Nderuar miq, kemi një shkëputoj publicitare dhe do vijmë të flasim edhe në pjesën e dytë për projektin e paqes fiskale, por parë nga këndvështrimi i bizneseve. Sa të interesuar janë ata për një nisëm të tillë, vetëm pas pak. Jemi në pjesën e dytë e emisionit dhe jemi duke folur për projektin e qeverisë për paqen fiskale që gjeti miratim në parim nga Kuvendi gjatë kësaj jave. Në fakt, se do të referohemi të dhënave, rezulton se janë 202.000 biznese që nga viti 90 deri më sot, të cilët janë borxhlin që nuk kanë paguar detyrimet tatimore dhe doganore, duke akumuluar një fond për rreth 160 miliard lekësh apo 1.6 miliard euro. Ajo që duhet thënë është se një pjesë e mirë e këtij numri debitorësh janë tashmë subjekte pasive, pasi mund të kenë mbyllur aktivitetin. Po nëse do të referohemi sërish të dhënave, rezulton se borxhi që bizneset nuk kanë paguar ndër vite ka ardhur në rritje që nga viti 2020, siç e shikojmë pra deri në vitin 2024, për të arritur në 162 miliard lek, çfarë tregon pra që edhe administrata tatimore ka dështuar në mbledhjen e këtyre detyrimeve, por edhe për një sjellje abuzuese të tatim paguesve. Por kush janë format se si mund të përfitohet nga paqja fiskale? 4 janë format që biznesi mund të përfitojë, duke fillimisht do të fshihen tërësisht ato detyrime të papaguara që janë më të vjetra se 10 vjet, ndërsa gjithë pjesa tjetër do të ketë një fshirje të kamatvonesave apo edhe gjoba edhe penaliteteve në varësi të pagesës në mënyrë të pjesshme të detyrimeve. Por kush do të përfitojë nga paqja fiskale dhe kush do të përjashtohet nga ky projekt ligj? Të gjitha ato biznese të cilët kanë një vendim të formës së prerë të gjykatës, të gjitha ato biznese që janë në proces gjyqësor, apo në ndjekje penale, nuk do të përfitojnë. Ndërkohë do të falet çdo detyrim i papaguar nga tatimet dhe doganat, ndërkohë nuk falen sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe taksat lokale. Ne do të flasim në këtë pjesë të dytë të emisionit
emisionit me komunitetin e biznesit për të kuptuar më shumë se sa interesuar është biznesi lidhur me një nisëm të tillë dhe i ftuari i dytë është zoti Alban Zusi, përfaqësues dhe kryetari i shoqatës së eksportuesve. Përshëndetje Alban, faleminderit që na gëzon. Alban, tashmë paqja fiskale e premtuar që në zgjedhjet e majit të këtij viti është zyrtare. U miratua në parlament në parim dhe presin që të gjejë miratimin nën për nën gjatë muajit dhjetor për të marrë formën finale. E ke lexuar besoj këtë draft? Je informuar dhe sa interesuar je për të? E fillim nga fundi, interesuar jam zero, s'kam asnjë lloj përfitimit nga kjo. Interesuar personalisht, le të themi, pra nuk më prek paqja fiskale. Por gjithsesi, unë e kam thënë edhe në disa prononcime tjera të mia të lidhur me këtë çështje që çdo formë e cila shërben për të lehtësuar për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të lehtësuar barrën e bizneseve të cilat për momente caktuara për rrethana të caktuara mund të kenë qenë vështirësi dhe ka pas biznese që kanë qenë në vështirësi gjatë këtyre viteve, veçanërisht gjatë vitit pandemisë, por edhe veçanërisht gjatë vitit 2023-2024 kur euroja mori 8/10 dhe një pjesë e bizneseve kanë qenë vështirësi për të paguar detyrimet. Atëherë, në të tilla raste, jo vetëm bën sens, por përkundrazi bën mirë, do të thoja, që ne t'ju vim përkundrejt bizneseve për t'i asistuar, për t'i ndihmuar. Kemi dy fasha. Kemi fashën e detyrimeve para 10 vitesh, e cila do të thoja më shumë se sa paqe fiskale është një pastrim llogarish, sepse edhe po t'jesh biznes privat dhe t'kesh një borxh 10 vjeçar diku, vështirë se mund ta mbledhësh, pra shanset për ta mbledhur janë pothuajse zero. Me këtë rast, okay, mbyllim edhe llogarit, janë ndoshta edhe kompani të mbyllura etj. Po e quajmë se do ketë përfitues, po përfitues shumë të lehtë. Ndërsa në këtë pjesën e 10 vjeçit të fundit, më pak se 10 vjet, pra 10 vjeç të fundit, deri unë pres që në këtë kategori, në këtë fash, të kemi biznese të cilat kanë qenë vërtet në vështirësi, apo kanë pas rrethana të caktuara, apo mund të kenë qenë edhe në abuzim të institucioneve publike, sepse shpesh herë detyrimet lindin edhe për shkak të abuzimit të institucioneve publike, apo edhe për shkak të paaftësisë së tyre, siç është për shembull në rastin e tatimeve, është krejt e njohur praktika që ti mund t'i bësh pagesat me datë 14, atyre nuk ju arrin dhe sistemi atyre ju gjeneron detyrim, dhe ai thot e ke detyrim ndonë se ti i ke bërë pagesat, i ke bërë brenda afatit, i ke bërë me 14 ose i ke bërë edhe me 15, atyre nuk ju kanë arritur, sistemi e gjeneron mungesë pageset, edhe ti tani duhet bësh ankesa në apelime etj. Mirë, po ndërkohë borxhi është aty sepse thot ma kanë nxjerrë sistemi. A thu sikur sistemi është ligji. Sistemi është një instrument i tyre që duhet ta menaxhojnë ato. Në këto kushte krijohen pra detyrimet. Pra detyrimet mund jenë krijuar për paaftësi, për rënje biznesit, për shkak të politikave të paqëndrueshme monetare, për shkak të Bankës së Shqipërisë, që nuk menaxhon kursin. Shikon si argument. Por ka dhe një duhet kategori që mund të jenë lejuar vetë nga zyrtar për t'i shpëtuar detyrimeve. Kjo tani është pika ku ju, si media, duhet me aftësinë tuaj investiguese dhe me detyrimin tuaj publik për të bërë transparencë dhe për të mbrojtur interesin publik. Për të parë nëse këtu do të ketë edhe peshkaqen, do të ketë edhe kompani të cilat janë në punë, madje mund të jenë edhe me shëndet të plotë, dhe bëhen përfituese të kësaj paqes fiskale, sepse duhet parë edhe nëse ka pas edhe ndonjë lloj klientelizmit, le të themi në përgatitjen e klauzolave, të cilat bëjnë që të përfitojë. Dhe kjo nuk përjashtohet. Absolutisht nuk përjashtohet. Unë nuk dua që ta mendoj që të jetë kështu, por thash edhe një herë, kjo nuk është më çështje që mund ta zgjidhim ne, kjo është çështje që më mirë se ju mediat nuk e bën askush këtë lloj rolit, këtë lloj detyre. Në fakt duhet të ishte e para qeveria njërë dhe Ministria e Financave bashkë me administratën tatimore që të kishte një listë konkrete dhe transparente lidhur me këto subjekte? Absolutisht. Domethënë kjo duhet të nisë kështu. Edhe sikur unë të isha një ndër ato subjekte që do përfitoja,
nuk do ndjesha as pak i cënuar në privacinë time, në qoftë se do mdelte emri atje në një listë që edhe subjekti im ka përfituar X para. Fakti që nuk bëhet transparente, paqes fiskale. Ngre dyshime që janë favorizime që po i bëhen një kategorie. Paqja fiskale do të thotë që disa para publike të papaguara, po ju a japim, po ju a falim atyre. Është një lloj sikur t'ju a japim ca para. Pra, çdo para publike ka detyrimin për t'u ekspozuar kushdo që ta marri. Qoftë edhe 10 lekë. Në qoftë se ti po i merr, sepse duke mos i paguar, duke t'u falur, në fakt ti po i merr ato mbrapsht, unë i kam paguar parat, vit për vit. Ndërsa ti si ke paguar. Po pse duhet t'i japim të shans abuzusve? Praktikisht ty po t'jepen ca para. Minimumi i domosdoshëm, minimumi publik është që këto të ekspozohen. Sepse në momentin që këto lista të përfituesve do të ekspozohen, pa diskutim që pastaj aty nisë edhe transparenca, aty nisin edhe shumë gjëra të tjera, etj. Thash, unë nuk e quaj veten të cënuar në privatësinë time, në qoftë se do të më faleshin ca para. Kush është morali i këtij projekt ligji, Alban? Kush është mesazhi që i jep bizneseve në treg një projekt ligji tillë? Përveç atyre subjekteve që janë pasiv ose që janë prej vitesh janë të mbyllur dhe kjo është një pastrim, le të themi, i databazës së administratës tatimore, për këtë bijem dakord. Por këta në 10 vitet e fundit, bizneset e 10 viteve të fundit që janë po përfitues. Monda, unë e kuptoj kontekstin e pyetjes tënde, sepse e kemi bërë këtë diskutim edhe në studio të tjera. E kemi bërë edhe në studio të tjera, kemi bërë edhe sa herë ka pas nisma të tilla dhe pa diskutim që ka nga një këndvështrim, duke falur një njeri që nuk paguan detyrimet, nuk është korrekte ndaj atyre që i po i paguajnë detyrimet. Absolutisht është bën sens, qëndron, është një drejt morale për ta gjykuar. Por nga ana tjetër thash edhe një herë, unë duhet ta shoh nga këndvështrimi tjetër. Unë duhet ta shoh nga këndvështrimi i mundësisë që duhet t'i japim atyre që mund të kenë qenë vërtet në vështirësi. Në 2023 unë kam qenë në vështirësi dhe nuk kam paguar ndoshta detyrime për ca kohë. Kam marrë edhe penalitete. S'kisha mundësimi i pagu. Sepse rënja drastike e euros na ulin gjunjë. Dhe në qoftë se do më vinte, unë i kam paguar gjitha më vonë. Por në qoftë se do më vinte një paqe fiskale në atë moment, për mu do ishte bekim. Ka plot të tjerë të cilët janë në këto lloj kushtesh. Atëherë let ju a japim një shans. Ka të tjerë thash që janë me gjoba me penalitete dhe mund t'jenë ndoshta edhe në procese gjyqësore, sepse janë penalitete të vendosura në mënyrë abuziviste. Atëherë pse të mos ja japim edhe këtyre shansin që ta heqin këto lloj detyrimi, të heqin edhe gjyqin, lehtësojmë edhe ca dosje atje në gjykat. Pra, le ta shohim edhe në këto lloj këndvështrimi. Duhet ta shoh në këndvështrimin pozitiv. Ndërsa është detyrim, bashkohem me ty, që kushdo që do të përfitoj, edhe ky që është në hall, apo ka pas hall, apo i kanë rënë qaf, edhe ky të publikohet, por të publikohet edhe ky tjetri, dhe pastaj fillojnë edhe sheshohen gjërat. Thash edhe një herë, parat të cilat falen janë para publike dhe gjithë secili prej nesh ka të drejtë ta di se ku ju falen këto para, të cilat janë edhe parat e tua edhe parat e mia. Alban, kjo është shtylla e parë e paqes fiskale, që është shuarja e detyrimeve të prapambetura ndër vite. Shtylla e dytë është dakordësimi që bëhet për tatim fitimin, me një normë 5%. Kush do deklaroj më shumë tatim fitimi, do të paguaj një normë 5%. Dhe rishikim i pasqyrave financiare në 10 vitet e fundit. Kjo, besoj, për shumë ekspert është edhe kleçka ndoshta më e madhe e paqes fiskale. Pasi këtu mund të kemi legalizim të parave që mund të kemi nga burime jo legale. Përsëri këtu duhet jetë detyrimi sepse çdo përjashtim, lehtësim nga taksat, në fakt nuk është gjë tjetër veç se ca para që po ja japim. Zëre sa i po paguan 15% dhe ne po i japim mbrapsht 10%. Ky është detyrim për të deklaruar, dhe kush don që do përfitojnë nga kjo, duhet të deklarohet, sepse deklarimi do jeti shumë i shëndetshëm. E para punës, ato që e meritojnë vërtet, le ta përfitojnë dhe shoqërisë do i bëhet mirë. E dyta, ato që do abuzojnë, do bëhen tabelqitjet dhe nuk
kanë për ta bërë, do të bëjnë diçka tjetër, por nuk kur ta shohin se do bëjnë tabel qitjet, sepse janë duke abuzuar, apo sepse ligji mund t'jetë bërë me prapa mendim për të favorizuar dikë, ka shumë gjasa që ato të tërhiqen nga kjo, dhe ne do t'a shpëtojmë atë para publike që mund t'ju shkojnë në mënyrë abuziviste këtyre. Por nga ana tjetër, unë e shoh në kontekstin e një lloj përpjekje të qeverisë për të formalizuar. Pra, është një përpjekje për formalizim. Ajo çfarë unë do doja të shihja bashkë me këtë paket, është sistemi i monitorimit për të parë impaktin e kësaj përpjekje për formalizim. Sepse në qoftë se ne lëshojmë diçka, japim edhe ca para për këtë punë, pa vendosur disa parametra, disa indikator për ta monitoruar, po na jep impakt apo s'po na jep impakt. Kjo përpjekje, ky instrument që ne po përdorim për formalizim, sepse unë jam pro çdo lloj instrumenti që shërben për formalizim. Formalizimi i ekonomisë është gjëja më e mirë, gjëja më e shëndetshme për një shoqëri, për një ekonomi, për një biznes, për kulturën e përgjithshme të popullsisë, e gjitha të punuarit në rregullat, punuarit në përputhje me ligjin është bekimi i shoqërive. Shoqëritë më të avancuara që ne i kemi model, i kemi idhull, që janë në krye të shoqërive për mirëqenie e për standard social, në fakt nuk janë gjatë tjetër veç se janë shoqëri të cilat janë plotësisht të formalizuara, ku çdo gjë paraja kalon me karta, nuk ka më as para kesh etj. Kështu që në këtë kontekst, si përpjekje për të formalizuar e mbështes totalisht. Jam skeptik për sa kohë nuk kemi edhe planin për ta monitoruar sa efektiv është kjo përpjekje, sa efektiv është ky instrument që ne po përdorim. Në mënyrë që të ndërhyjmë një herë, në qoftë se ne e shohim që kjo puna e 5%-shit, në fakt nuk po na formalizon, mas 6 muaj e ndërpresim. Pra bëjmë të kondicionuar. Thënë këtë për ta përmbyllur përpaqen fiskale, Alban, çfarë pret nga viti i ardhshëm? Pret që disa biznese mund të jenë përfitues, pret në formalizim, apo je skeptik në tërësinë e të gjithë projektit dhe mbetet për të parë? Në gjo, për hir të vërtetës, unë duhet ta pranojmë, jo duhet ta pranojmë, por duhet të gëzojmë që ta themi që administrata tatimore e këtyre 2 viteve të fundit ka shfaqur shenja të një administrate shumë profesionale. Unë e vlerësoj mënyrën se si po sillet administrata në këto 2 vitet e fundit, administrata tatimore. Jemi shumë më të qetë, inspektimet e tjera janë shumë më profesionale, janë më të shtruara, procesi i rimbursimit ka vite që i ka filluar të përmirësohet, por sidomos gjatë këtij një vit e gjysmë, është shumë më i mirë, shumë më i strukturuar, të vjen një letër zyrtare që rimbursimi juaj ju aprovua etj. Dhe duke parë këtë lloj profesionalizmi, duke parë këtë lloj qasje, dua të besoj se edhe kjo reformë është menduar për pozitivisht. Okej, do presim e do shohim efektet konkrete. Shkurtimisht për ndryshimet e tjera të paketës fiskale për vitin 2026, Alban, pjesa e kompensimit të TVSH-s 10%, meqense ti operon në fushën bujqësore, çfarë impakti pret nga një skem e tillë? Është e duhura, i ndihmon sektorin? U përtype pak. U përtypa më sepse është edhe dua që ta vlerësoj që u hodh një hap. Dua ta vlerësoj, nuk dua të jem nihilist, nuk dua të them që jo s'bën. Për sa kohë që i shoh që ka një vullnet. Por problemi është se vullneti është bërë pa u konsultuar me njerëzit që dinë se ç'a bëhet në këtë sektor. Zakonisht, nuk e di, edhe për këtë paket fiskale është konsultuar me njëri. S'është konsultuar pra kjo punë e bekuar. Si gjithmonë. Dhe kjo nuk pse është detyrim ligjor. Dua shumë që të zgjidhet ky problem. Kam qenë autori i zgjidhjes, ndjes që e them disa herë, por e them për të thënë se ky problem dikur është zgjidhur. Pra e ka një zgjidhje. Pra është i zgjidhshëm si problem, por nuk është kjo zgjidhja. Nuk është kjo zgjidhja sepse pra skema e kompensimit 10% nuk është zgjidhje për fermerin? Nuk është zgjidhje për fermerin. Pse? Sepse kush do e paguajë 10% tjetër? Produkti i fermerit do shkojë dhe kur të shitet në finale, te konsumatori do shitet me 20% taks. Sa është TVSH-ja? Fermerit do japim 10%. Po këtë 10% tjetër, kush do e paguaj? Do e paguaj
Po, konsumatori nuk e paguan dhe këtu dua që ta marrin vesh të gjithë, edhe ato pseudo ekspertët që asja kanë iden, sepse nuk kanë punuar kurrë, dhe jam shumë i revoltuar me to kur thojnë e pagun konsumatori final. Asgjë nuk pagun konsumatori final. Sepse në qoftë se 1 kilogram domate nga Maqedonia bën 1000 lekë, dhe 1 kilogram domate nga Shqipëria do të bëj 1100 lekë, sepse është ky 10% që duhet ta paguaj konsumatori në fund, konsumatori thjesht blen domate 1000 lekë, nuk do blej domate 1100 lekë. Ai domaten do ta blej 1000 lekë në treg, si tjetë e Maqedonisë, si tjetë e Shqipërisë. Por në qoftë se është e Maqedonisë 1000 lekë, tregtari nuk e paguan 20% sepse është të vëshaj atje. Ndërsa këtu 10% e diferencës duhet ta paguaj tregtari. Po tregtari për 10% punon. Atëherë nuk do ta blej fare produktin shqiptar. Ose me qëllim që fermeri të marri 10% e tij, duhet që 10% tjetër ta paguajë tregtari. Po ç'kuptim ka? Që tregtari ta blej mallin dhe në momentin që e ka bler është minus 10%. Ai minimalisht në momentin që e ka bler është 0-0 dhe synon me fitu. Por që ta blej një mall dhe në momentin që e ka bler është minus 10%, pra edhe kur të fitoj 10% tregtari është në 0, cili tregtar punon. Pra që kishit propozuar ju? Si duhet ishte skema? Ka disa zgjidhje. Shumë shkurt. Ka disa zgjidhje. Njëra zgjidhje është bëj edhe i herë barazoje. 20-20. 20-20. Zgjidhja tjetër është bëje 5% të vëshën e produkteve, sidomos produktet bazike, dhe në këtë rast i bie gjithë produktet e fermerit, me domate, me qumësht, me vezme, me mish, me këto produktet bazike, pra produktet e shportës. Po e lëm 5% dhe edhe t'ja kompensojmë fermerit atë 5%, se s'na gjeti asgjë, por për 5% nuk futet asnjëri në evazion fiskal. Për 10% fermeri do vazhdoj ta shesi përsëri pa faturë produktin, dhe në momentin që do jetë për eksport, nuk kanë për të pas në interes, jemi këtu ku jemi, dhe nuk shoh, sepse ne problemin kryesor e kemi tek shitjet brenda vendit. Shitjet brenda vendit ne na janë informalizuar totalisht, edhe na kanë rënë dhe i kemi hap rrugë importit. Kështu që 10% nuk ka për ta zgjidhur. Përsëri do vazhdoj të shitet informalisht dhe përsëri do vazhdoj të vi produkt nga importi. Po detyrimin tjetër ligjor alban që do të ketë çdo biznes një POS me detyrim nga viti 2026, si e shihni për pagesat elektronike? Pra përveç keshit duhet kenë patjetër një alternativë pagese të tillë? E di se shumë vetave nuk do ju vi mirë për këtë që do them unë, po unë e shoh pozitivisht. Unë e shoh pozitivisht, sepse unë e shoh si një mënyrë për të formalizuar. Shkon në Holland, ti s'shef kesh me sy. Ke një kartë, me atë kartën shkon edhe hyp në tren, edhe hyp në autobus, edhe blen, edhe i bën gjitha ato gjërat. Dhe në këtë mënyrë ne fillojmë e formalizojmë. Le të jetë ajo aty, mundësisht me bë 0 shitjen me para në dorë, do të vuajmë të gjithë nga pak në fillim, por do të shpëtojmë sepse do futemi në formalizim. Formalizimi është i nevojshëm, po Albani je kundër keshit totalisht? Jam komplet kundra keshit. Sepse... Dëshiron ta lësh jetën tënde në varësi të sistemeve dhe të teknologjisë e cila her pas here ka handikapet e veta? Ky është diskutim filozofik, pastaj duhet me thirrë Elon Muskun për me shtjellu më tej këtë punë. Absolutisht, ato janë rreziqe, por tani ne kemi shoqëri shumë të avancuara, të cilët po funksionojnë pa parandor, dhe janë shoqëri shumë të shëndetshme, shumë të gëzuara, shumë të lumtura, po progresojnë. Pse të mos progresojmë edhe ne? Sepse në këtë mënyrë ne do të heqim nga tregu ato njerëz që s'po na lënë të ecim përpara, të cilët përmes kësaj ekonomisë informale nuk lënë të rriten edhe këto që i kanë ide, që i kanë vullnet, që duan të bëjnë gjërat mira. Alban, faleminderit që ishe në Ekozon. Faleminderit juve. Nderuar miq, kemi sërish një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e tretë, do të ndryshojmë tërësisht temë vetëm pas pak.
Jemi në pjesën e tretë e emisionit dhe konkretisht jemi në rubrikën Infozon, ku sjellim histori suksesit të biznesit që ofron një vlerë të shtuar në treg dhe plotësojnë ato hendeqe të ekonomisë. Një nga sfidat më të mëdha në fakt të viteve të fundit është ajo e mungesës së fuqisë punëtore që çdo vit po bëhet edhe më e mpret për shkak se shqiptarët po vijojnë të emigrojnë. Shumë biznese e kanë zgjidhur këtë hall duke punësuar punëtor të huaj, ndaj dhe agjencitë apo kompanitë e rekrutimeve janë kthyer në shpëtimin kryesor për qindra biznese që kanë mungesa punojësish. E tillë është edhe kompania Agility Group, e cila operon prej 5 vitesh në treg dhe ka disa zyra në Shqipëri, në rajon, por edhe më gjerë, e cila u vjen në ndihmë qindra bizneseve për të vijuar aktivitetin e tyre dhe për të mos cënuar aktivitetin si pasojë e mungesës së fuqisë punëtore. Unë ju ftoj të ndiqni materialin në vazhdim, ndërsa bashkë do të ndajemi këtu për t'u parë të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim. Vitet e fundit, Shqipëria po zhvillohet me një kontrast gati të çuditshëm. Kemi rritje ekonomike vit pas viti, kemi hapje të vendeve të reja të punës, kemi edhe rritje pagash, por paralelisht kemi dhe emigrim të shqiptarëve, duke bërë në këtë mënyrë që mungesa e fuqisë punëtore të jetë një nga kërcënimet kryesore të aktivitetit ekonomik në vend. Por cila është zgjidhja? Kompani rekrutimesh u vinë në ndihmë bizneseve për të vijuar aktivitetin e tyre. Dhe një prej tyre është edhe Agility Group, e cila ka zyra në disa qytete të Shqipërisë, në rajon, në Europë, por edhe më gjerë. Por për më shumë se çfarë ofron Agility Group, na ndiqni. Institucionet financiare ndërkombëtare kanë përforcuar qëndrimin e tyre se mungesa e fuqisë punëtore në treg për shkak të emigrimit është një nga kërcënimet më të mëdha të ekonomisë. Pa punëtor s'ka prodhim dhe pa prodhim s'ka rritje. Ndaj dhe zëvendësimi i shqiptarëve me të huaj është zgjidhja e domosdoshme në treg. Është kjo arsyeja pse Agility Group vendosi të themelohej 5 vite më parë si një prej kompanive të rekrutimeve që i vjen në ndihmë qindra bizneseve në të gjithë Shqipërinë. Administratorja e përgjithshme Suzana Aga tregon si ka ndryshuar ndër vite kërkesa për të huajt në ekonominë shqiptare. Pra, në qoftë se para 5 vitesh ne na vinin fasoneri dhe hotele ishin të vetmet biznese që kishim kërkesë, sot ne kemi sjell punonjës në çdo sektor, pra nga beauty salon, furbuke, lavazh, pra në çdo vend pune që ju mund të imagjinoni. Ne vetë si agjenci fillimisht kemi rekrutuar plus 80 punonjës në muaj, ndërsa tani shkon tek 120 punonjës të rekrutuar në muaj. Shifrat e rritura të punëtorëve të huaj konfirmojnë edhe nga Instat. Të dhënat tregojnë se numri të huajve në vendin tonë arriti në 2024 në afro 22.000 me një rritje 2.2% krahasuar me 2023-shin. Ndërkohë ajo që vjet re është që vitet e fundit ka një rritje të numrit të huajve që vijnë nga Turqia, India dhe Filipinet. Për cehon e Agility Group, shtetasit nga Filipinet janë të duhurit për bizneset shqiptare. Punonjësit e huaj, sidomos nga disa shtete si Filipinet apo India, e përmbushin plotësisht kërkesën që ka biznesi shqiptar. Është paradoksale, megjithatë, India dhe Filipinet kanë certifikata të mirë përcaktuara, pra është vështirë që të gabosh në këto dy vende, sepse janë të certifikuar, rekruton ato punonjës që kërkon. Por rekrutimi të huajve shoqërohet edhe me dilemën e largimit. Punëtorët nga Filipinet duket se janë më stabil, ata vijnë me një kontratë 3 vjeçare me mundësi rinovimi. Të dhënat nga tregu flasin se filipinasit paguajnë thuajse njësoj sa në vendin e tyre. Por pse ata zgjedhin Shqipërinë? Për shkak të papunësisë shumë të lartë dhe disbalancës së lartë që kanë në vendin e tyre të origjinës. Pra në kryeqytet të Manila ti mund gjesh një zhvillim shumë të madh, megjithatë në provinca papunësia është shumë e lartë dhe vetë si shtet preferojnë që të emigrojnë. Emigrojnë jo vetëm në Shqipëri, por në Dubai, në Katar, e kanë stil jetese dhe është normale. Prandaj mendoj dhe që janë shteti më i qëndrueshëm. Në fund të ditës, kosto e një punonjësi të huaj shkon njësoj me koston e një punonjësi shqiptar. Pse? Një sanitare
merret nga Filipinet me pak 500 euro neto. Akomodimi, ushqimi janë kushte të nevojshme nga ligji për të huajt dhe nuk mund të përjashtohet. Duke shtuar të gjitha këto, paga shkon tek 700 euro me gjithë siguracioni. Paga ose pagesa totale, akomodim, ushqim, siguracion. Ndërkohë që dhe një sanitare shqiptare sot me të njëjtën pagë merr, pasi janë rritur ndjeshëm për çdo profesion pagat në Shqipëri. E njëjta gjë ndodh me mekanikun, një mekanik i mirë sot paguhet 1000 euro. Nga Filipinet merret me pagën 600 euro, duke i shtuar dhe këto pagesat e tjera, akomodimin apo ushqimin, pra kemi një vlerë të përafërt ose të njëjtë me punonësin shqiptar. Dolanit Group Hotel është një prej bizneseve që ka zgjedhur që punën ta realizojë me 50% të stafit shqiptar dhe 50% punëtor të huaj. Duke qenë se në Shqipëri është rritur shumë kërkesa e tregut për punëtorët shqiptar kanë filluar të bëjnë naze. Një shembull konkret, marr një sektor caktuar në hoteleri që janë sanitarët. Për shembull, unë kam bërë kërkesa për sanitarët, kam shkuar në fasoneri që punojnë që janë me rroga minimale në tregun shqiptar, duke qenë se turizmi po rritet, edhe pagat janë rritur tashmë në turizëm. Kam bërë kërkesë për të marrë vajza apo zonja për sanitare dhe në fund ditës më kanë thënë jo. Edhe me një rrogë më të lartë. Pse? Nuk na lën shtëpisë, nuk na lën burri, nuk punojmë dot në hotel. Kanë akoma tabut apo mentalitetin që në hotel kush e di se ç'bëhet. Ku sot hoteli është një nga pikat kryesore të turizmit. Dhe normalisht të huajt kanë korreksione orare, kanë korreksione punë dhe në kërkesat që i jepet. Kjo është përparësia kryesore. Pastaj pagat nuk bën një diferencë të madhe pasi pagat shkojnë aty, se përveç pagës që në thelb e kanë më të ulët se sa shqiptarët, por kanë kostot të tjera, siç është shtëpia që i paguajmë, akomodimi, ushqimi, edhe tjerë, dokumentacioni, gjithçka janë kosto. Që nuk barazohen me ato. Janë pothuajse njësoj me shqiptarët, por në ana tjetër gjejmë që të nesmen i kemi në punë, jo me surpriza janë apo jo nuk kanë në punë. Mund të tingëlloj paradoksale, por shumë prej shtetasve nga Filipinet ndihen më të lirë për të jetuar dhe punuar në Shqipëri sesa në Dubai. Është fakt që gjenden shumë mirë, pasi siç thash, migrojnë në shtete si Dubai apo Katari. Këto vendet janë shumë herë më të mbyllur se ne dhe ka një liri shumë herë më të pakët se sa i gjen në Shqipëri. Shqipëri jetën sociale e kanë shumë të mirë. Dhe vëre që punojësit zgjedhin ta rinovojnë kontratën dhe punësohen ose sillin dhe familjar të tyre. Vetë tek Agility Group, unë kam punësuar një familje të tërë, pra bashkëshortin, bashkëshorten dhe vajzën e tyre dhe gjithë ndihen shumë mirë. Tek Agility, bashkëshorti është i punësuar si shofer, jemi, ndërsa bashkëshortja është agjente tek Agility, vajza e vogël është për marketing. Mi pëlqen ne dures për shkak të mundësive të mira. Ne Filipines nuk ka kaq shumë punë. Hi, I'm Michelle Pasawa. I stay here for Albania in Jam Michelle Pasao, kam 3 vite këtu në Shqipëri. Zgjodha këtë vend se kam mundësi për të punuar me shpresën se një ditë do t'ikin në një vend tjetër. Erdha në Shqipëri nëpërmjet një agjencie pune nga Filipinet dhe këtu jam tek Agility Group. Kam punuar edhe në Arabinë Saudite, në Dubai për 9 vite dhe më pas erdha këtu në Shqipëri. Because in Saudi when I work there is so strict. Atje ka rregulla shumë strikte, duke nisur që nga veshja që të kufizon dhe shumë gjëra të tjera. Ndërsa në Shqipëri ka shumë liri në çdo aspekt. Ambienti është shumë i këndshëm dhe jeta po ashtu. Angela Sulit është filipineze e cila është në hapat e para të mësimit të gjuhës shqipe. Ajo thotë se i pëlqen jeta në Tiranë dhe konkretisht zona e ish-bllokut. Dhe jetoj me mami, me babi në Tiranë. Do të punoj dhe 3 vite në Shqipëri. Më pëlqen shumë blloko në Tiranë. Pas Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, hapi i radhës i Agility Group është hapja e filialit në Bosnjë-Hercegovinë. Nevoja për punëtor të huaj po rritet gjithnjë më shumë. Paralelisht tregu po sfidohet edhe nga informaliteti. Të dhënat nga Istat flasin se në vitin që lan pas u identifikuan 1500 shtetas të huaj të parregullt në dokumentacion, nga mbi 6000 të tillë që rezultuan në vitin 2023. Këto shifra janë dëshmi e nevojës së lartë që ka tregu për punëtor, një trend i cili duket se do të vijojë rritjen edhe në vitet e mëpasshme.
Unë mendoj dhe 5 vite dhe tregu shqiptar do arrijë një stabilitet pasi ne jemi duke përmbushur tashmë kërkesën për punonjës. Duke qenë se tregu i turizmit dhe turizmi në përgjithësi po rritet në Shqipëri dhe kërkesa gjithmonë po rritet, ky është vetëm fillimi edhe për punëtorët.